mendoj që kostumi i bardhë për moshën e saj është i përshtatshëm dhe në paletën e ngjyrave i shkon. Ajo është një bjonde me ato sy blu të qelët që shumë princeshësh. E mban shumë bukur. Po, është si ato princesha që ne kemi imagjinuar gjithmonë dhe na dalin nga ato porrallat, ato flokët e qelura, të verdha, ato lëkurën e pastër, syt bëqelli, është një princeshë tipike do të thoja. Po edhe mënyra se si e mban ajo veten, se si e sjell stilin e saj, është shumë mbretëror, shumë royal. Mund të kalojmë te foto tjetër? Po, foto tjetër. Shohim princeshën Leonor. Kemi dhe detajin e aksesorët këtu, po, sepse dhe detaj i këpucës kanë ndetur në monokrom, pra ajo ka mbajtur të gjithë figurën e saj me shumë elegancë dhe shumë të qetë. Pa dashur ta rëndojë ose të sjellë detaje të rënduara. Ka ndonjë aksesor të cilin e ka aksesor identifikues të titullit që ajo mban? Jo, akoma jo. Leonor është akoma një princeshë që kështu nuk kemi akoma kurorëzime ose gjëra të kësaj natyre, ato vijnë më pas. Ajo është akoma pretendente, që kështu të gjithë aksesorët dhe bijuteritë e saj janë minimalist dhe përfaqësojnë diçka që ka të bëjë me stilin dhe veshjen e saj, por aq sa ajo e ka mbajtur. Do të presim po nga regjia për të na sjell dhe për të na treguar foton tjetër, po me një veshje. Kjo është një veshje që e karakterizon atë arritje që Eleonora ka bërë, pasi e dim shumë mirë që të gjithë fëmijët që rrjedhin nga gjaku mbretëror janë të detyruar të bëjnë ushtri dhe shërbime ushtarake. Dhe si e tillë edhe Eleonor është një prej tyre. Ky është një kostum në ngjyrë blu royal, që është shumë i bukur dhe ajo ka dhe gradat e saj që ka marrë, të cilat referojnë edhe na tregojnë shërbimet që ajo ka bërë. Mendoj që kjo është një nga ngjyrat që Eleonor i shkon shumë, pasi është ajo bluja e thellë që i vë në pa edhe ngjyrën e syve të saj.